koalicion gjan i cili do të mbulojë këto 80 numra ose do të ketë një president konsensual. Çfarë kupton konsensual? Një figurë i cili mund të kalojë në 5 vjeçar dhe pastaj partitë politike, për shembull, e kam thënë edhe në kaluamën, mund me vendosë që presidenti pas 5 viteve të zgjedhet drejt për drejt nga populli. Këto 5 vite punohet për ndryshimin kushtetuese, ligjore dhe përgatitet vendi që t'i japim. Për këtë, unë besoj që ishin pajtuar tan dhe vendin e kishim shtuar për opsionin domethënë të zgjedhjeve. Kjo është në situatën kur qeverisja nuk i ka 80 numra. Opsioni i tretë është arbën rezultati që mund dal i 28 dhjetorit, mund t'i lëndoj shumë subjektet politike që nuk e kanë prit, se ti mund të lëndoj edhe vetë vendosin, edhe kretë me radhë. Kështu që në matematika tilla është e pamundën dikush me vendos me çu vendin zgjedhje për shkak të mos qëndrimit sallë për me zgjedhje, domethënë, presidentin. Të 58 deputet me 50% arbën, kjo ka qenë matematikë tjetër, sepse tash ka ndryshuar pak ligji. Tash me 46%, eventualisht 46.7, 47, shkon deri në 57 deputet mundesh me shku. Sepse është normativa e pjesës së pragut poshtë lart. Pra nuk ka nevojë që me shku në 50% për me fitu 57 deputet. Veçanërisht lidhet me idenë se si performojnë partitë tjera që janë potencialisht afër pragut ose që se kalojnë pragun ose që nuk e arrin domethënë 5%. Ligji i ri sistemi kosovar i zgjedhjeve edhe mënyra që ndërtu Kosova, e kum thonë disa herë, po më duhet me ta thonë, në farë mënyre e obligon partinë fituese me bon koalicion. Po, kur obligon nuk e ka pas. Që kjo në Kosova be njerëz. Ashtu po. Por duhet me thonë vërtetën, nuk kemi sistemi kur është bë, ky parlamentar, do të thonë funksional zgjedhor i Kosovës, asnjëherë s'është menduar